Një tjetër çështje e ligjit të dekriminalizimit kam pritur në tërheqjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i Bashkisë së Kuçovës, Krishnik Hajdari, mund të largohet nga detyra pas konfirmimit të një vendimi penal të formës së prerë ndaj tij. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka përcjell KQZ-s një shkresë zyrtare ku informon se Hajdari është shpallur fajtor nga gjykata e posaçme për fshehje të një dënimi të mëparshëm në Greqi. Sipas hetimeve, kryebashkiaku nuk kishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit një vendim të dhënë nga drejtësia greke në vitin 1999. Për këtë çështje ai u dënua fillimisht në janar të vitit 2024 me 9 muaj burgim, dënim që më pas u konvertua në 150 orë punë në interes publik. Edhe pse Hajdari e kundërshtoi vendimin e apelit të gjykatës së posaçme, shkalla e dytë la në fuqi dënimin duke e bërë atë përfundimtar. Pas marrjes së njoftimit nga SPAK, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi pritet të vendosë nëse do të kërkojë ndërprerjen e mandatit të kryebashkiakut të Kuçovës. Në vim, dosja do t'i kalojë Komisionit për ankesa dhe sanksione, institucioni që merr vendim final mbi vlefshmërinë ose jo të mandatit. Çështja ndaj Hajdarit u bë publike pas kallëzimit të bërë nga Partia e Lirisë, e cila kërkoi verifikimin e të dhënave të deklaruara prej tij në formularin e dekriminalizimit.